për shkak të karakterëve të ndryshëm mund të ketë edhe çësjet, konceptet të cilët e ndërtojnë personat dhe për shkak të karakterëve të ndryshëm personat mund të kenë mosmarrëveshje dhe nuk kanë përputhshmëri njëri me tjetrin ose mund të çojnë deri tek konfliktet. Cilët janë këto 5 karakteret apo tipet e karakterit të personalitetit? Është tipi rigid, ku personat janë pak a shumë të strukturuar, e kanë një lloj paterni apo një lloj klisheje apo një lloj ngurtësie, pra thjesht janë me një qasje, me një koncept mjaft të ngurtë. Pra nuk kanë atëfar kuptueshmërinë, nuk kanë atëfar fleksibilitetin. Pastaj kemi karakterin oral, ku zakonisht përfshihen personalitetet të cilët kanë dëshirë vetëm gjithmonë me e marrë për veten e tyre, janë të etshëm apo të uritur për gjërat, për njohuri të reja. Por në të njëjtën kohë tek ta mund të dominon edhe çështja e të arriturit për veten. Pra nuk janë egoista, por thjesht mund të ketë përshtypje që tipat të tillë oral mund të jenë më tepër që dojnë veç me marrë për veten e tyre, sepse zakonisht ndihen të pangopur. Emocionalisht një. Jo vetëm emocionalisht, por në përgjithësi. Pastaj kemi tipat skizoid, pra këtu du të dallojmë, jo skizofren, që është patologji, po skizoid, që do thotë se kanë shpeshherë shkputjet, disocime të shpeshta në jetën e tyre. Për shembull, është ajo fjala shpeshherë përdoret në popull, thonë unë po flas për Lisa, kurse dikush tjetër s'po kupton dhe po fol për fshisa. Keni parasysh? Pra, janë disa shkputjet të ndryshme të cilët nuk mund të integrohen shpeshherë në një tërësi. Por nuk kemi të bëjmë këtu, edhe ne apo du me nervizu, nuk kemi të bëjmë me patologjinë, po kemi si qasen njerëzit me njerëz tjerë atje. Pastaj kemi tipa të cilët janë të ashtu quajtur narcizoida. Pra thjesht janë tipa të cilët dëshirojnë me qenë në qendër dhe vlerësimin për vetveten e tyre e kanë deri në piedestal. Pra thjesht vetvetja është në qendër dhe kushtimisht me thënë janë më të mirët. Dhe nuk dojnë për mu krahasu me të tjerët, sepse vetë e kanë vetveten e tyre në qendër. Pastaj kemi tipat të cilët kanë të bëjnë me një lloj psikopatie. Por edhe këtu nuk kemi të bëjmë me çrregullimin, por janë tipat të cilët janë pak ma të rebeluar, pak ma të frustruara, pak ma të me sjellje pak ma arrogante, por çdo gjë është në kufit e së normales, por shpeshherë këta dinë me qenë pak edhe me tejkalu kufit e tyre, të cilët më vonë janë në gjendje të kontrollojnë. Ta shikoni, këto janë tipat të cilët, karakteret të cilët mund të gjejmë në shkencën e psikologjisë, gjithsesi në shkencën e psikoterapisë. Por në jetën e përditshme, na kemi emërtimet kur njerëzit fillojnë të kuptojnë njëri tjetrin pak më ndryshe. Për shembull, na them, kemi persona të cilët janë të besueshëm. Pra, kur dikush don të beson dhe vërtet për shkak sjelljeve dhe për shkak koncepteve që i ka dhe veprimeve që i bën, thotë është shumë i besueshëm. Pastaj kemi persona të cilët, karakteret të tipave të cilët nuk janë të ngopura gjithmonë. Pra thjesht në aspektin emocional këta janë labil. Pra nuk kanë atë stabilitetin e tyre emocionale, prandaj disponimi apo humori i tyre shpeshherë është variabil.
Pra, këta ore qas janë në gjendje që të ndryshojnë edhe humorin e tyre. Pastaj kemi persona të cilët karakterizohen me tiparët të cilët shpesher na ndëgjojmë që kanë të bëjnë me janë nevrik. Pra, nuk kemi të bëjmë me neuroza, po kemi të bëjmë me sjelljet pak ma frustruese. Pra, janë personat nevrik. Por kemi edhe tipat të cilët shpesher përdorim edhe ndëgjojmë në popull thonë a shumë histerik. Pra, nuk kemi të bëjmë me histrionin, po kemi të bëjmë me sjelljet histerike, pra, kur shpesher për shkak të bllokimit të disa emocioneve apo mos plotësimit të dëshirave të brendshme, personat reagojnë në mënyrë histerike. Prandaj, këtu është problemi kur personat janë në gjendje të humbin kontrollën emocionale, por shpesher din edhe të humbin edhe kontrollën sociale. Dhe atëherë paraqiten edhe mos përputhjet dhe konfliktet e tyre. Profesor, e përmendet personin rigjid që thatë e ka vështirësi me dalë prej atyne kornizave të veta dhe nuk është fleksibil.